Se dalë që besniku, zoti Saljaj, me këto probleme që pak në acin fakt që pëndodhin brenda dhe debatet që i keni për shkak të lidershipit dhe kryesis, sa më ndani që LDK është e gachme të i formoj institucionet normalisht me koalicion, sepse vetëvendosjes normalisht që i duhet një partner koalicioni për një marrëveshje politike. A e rezikon kjo edhe formimin e institucioneve dhe në fakt lëvizja vetëvendosje vazhdimisht ka tentu me ju lanë fajin juve si blokus të formimit të institucioneve. A mendoni që edhe po i ofroni me këto paknaci pjatën të avalin zotit Kurti që të mos formoj institucionet? Koni gjatë gjithë këtyre zgjedhjeve që u mbajtën vitin e kaluar edhe si vjetë, e gjithë lufta e partive politike nuk është bërë që të formohen institucion. Lufta është bërë të mos formohen, por kujt do t'i mbetet faj. Pra, lufta është bërë që t'i lejet faj njerës parti ose tjetër, ose njerit blok ose tjetrit. Pozitës, opozitës, këta janë kunder, këta po blokojnë. Dhe të shkohet zgjedhje. Edhe të shkohet zgjedhje të re. Pra, kjo ka qenë logjika e partive politike. E të gjithave? E të gjithave pa përjashtim. Nuk e përjashton edhe LDK-n këtë marrë? Jo, nuk e përjashtoj, sepse zoti Abdi Gjiku ka qenë kategorik që s'bën koalicion nëse LDK-s nuk i jepet pozita e kryeministit. Okej. Ajo ka qenë e palogjikshme, sepse partia që i fiton gati 50% votav dhe t'ja jap kryeministrin që është figura kryesore politike një shtetit, t'ja jap një partije tjetër që i ka 15 ose 20 deputat, kjo s'ka logjik. Por logjika e kësaj është që ne s'pranojmë tjetër vetëm këte dhe nëse është ky qëndrim është bllokues, sepse s'është i realizuar. Jo se herën e fundit e Saljaj, s'është diskutuar për kryeministri ka qenë i zgjedhët. S'ka pas mundësi Lëmir Abdi Gjiku me lip kryeministrin? Gjithë besnik diskutuat kur ma zgjedhje. Herën e fundit, arsye pse kemi shku në zgjedhje është presidenti, çështja e kryeministrit ka qenë e tejkalume. Kjo është absurde me fund tash Abdi Gjiku e ka lip kryeministrin. Ç'është ka lip kryeministrin? Kur është pa prej aeroplanit që Albin Kurti mundet me zgjedh vet pa pas nevojë pas tonë. Abdi Gjiku ka kërkuar në elektorat, mandej ka nevojë. Tash, herën e fundit së është diskutu, që është e kryeministri? A mund të shpjegoj këtë? Edhe është e palogjik. Të shpjegoj këtë, Kryetarit kuvendit po. Kur është diskutu për presidentin, është kërku që të hynë pak edhe çështja e qeverisë ardhshme. Pra, nuk ka qenë biseda veç për presidentin. Ka qenë kërkesa që Abdi Gjiku t'jetë kryeministër në mandatin që vjen. Mandatin që vjen. Jo atëherë. Ka mbu plane për me shku zgjedhje për bjen. Normalisht që zgjedhje do të vinë. Direkt i bjen një në ullë me diskutu për me shku zgjedhje dhe me ndo... Unë nuk po shpiki asgjë, edhe me ndo opozitat. Nuk po e them një zbulim timin, sepse Abdi Gjiku e ka thonë këtë 100 herë, e ka thonë publikisht, që LDK-ja hynë marrëveshje vetëm nëse e merë pozitën e kryeministit. Po jo në zgjedhjet e fundit, zgjedhjet e fundit ka qenë tjetër situatë. Tash, cili e ka pas fajin për këte? Unë mendoj se faj kanë gjitha partit politike, për arsyen e thjesht se vetëvendosja ka përgjegjësinë më të madhe, dhe vetëvendosja do të krijojë mundësi për një zgjidhje të problemeve. Pra, nëse LDK-ja ka kërkuar diçka më shumë... Ka thirrë LDK-n për me pas bashkëpunim. E ka thirrë gjithmonë. E ka thyrë, po e ka trajtu si mjet, jo si partner. E ka trajtu si mjetë... Po tash me pa prej ati kandi, vetëvendosja sikur është produkti i hakmarrjes partive, po. Shikoni, Kështu po del. nëse ty duhet, ne kemi bo koalicion me AAK-n në vitin 2004. AAK-ja ka pas vetëm 8 deputet. Ne i kemi pas 27. Dhe ja kemi dhënë pozitën e kryeministrit të AAK-s, sepse nuk ishte zgjidhje tjetër. Nëse ti s'je i gatshëm për sakrifica, për formim të institucioneve, nuk mund t'i formosh ato. Nuk mund t'i marrësh ti të gjitha edhe partnerin ta trajtosh si leck, si instrument ose si mjet. Ajo është partner. Nëse se trajton si partner, natyrisht që se merr ose unë. Dgjoj, edhe kjo dësora, nëse më mendoj, vetë LDK-ja është e trajtu veten e vet si leck. Edhe në një gjendje tillë, në çfarë do partneriteti me një parti politike ka më trajtu në gjendje tillë, si ti vetë për veten nuk je ç'u duhet. Natyrisht që i ka probleme. Çfarë do formatit bashkëpunimit nesër me LDK-n? Hajde pa e nxojmë në një situatë të jashtëzakonshme që po afrohen votat e LDK-s për më marrë një koalicion potencial me vetëvendosjen. Edhe arrihet edhe ai numri
me bashkë me aliancën arrit numri dëshiruar për votat për president, edhe shkoj me një koalicion. Qysh po të pret ty më të trajtu një partner potencial nesër vetë vendosja, kur ti qysh jetë të trajtu vetën sot?